Vrau gruan sepse nuk i bëri bukën gati, flet babai 5 fëmijëve. Ngjarja rënd që tronditi nëntorin e 2017-s Kavajën është rikthyer sërish ditën e djeshme në qendër të vëmendjes. Gjatë seancës së djeshme, prokuroria për krime të rënda kishte kërkuar të merrte dëshminë e tij, por ai nuk ka pranuar të flasë, duke lënë sallën e gjyqit. Mëtej, prokurori vazhdoi me leximin e provave të tjera shkresore për dosjen, ndërsa seanca u shty për në datën 25 mars, kur edhe do të merren dëshmitë e disa personave. U kërkoi ndjes fëmijëve të mi për këtë që kanë bërë, por nuk dua ta kujtoj këtë ngjarje. Ishin këto fjalët e vetme të Sami Metushit, i cili po gjykohet për vrasjen e bashkëshortes së tij, Sose Metushi, në nëntor të 2017-s në Kavaj. Sipas burimeve mësohet se Sheri ditën e ngjarjes kishte nisur pasi burri e kishte akuzuar gruan se nuk i kishte bërë rrobat dhe bukën gati. Sheri ka agravuar dhe burri e goditi me thik disa herë Sose Metushin, e cila nuk arriti t'i mbijetonte dot plagëve të marra.